Selam aleikum, jam falur namaz rreth 5 vite rjesht, por kohët e fundit nuk kam më guxim. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Të këshilloj që përsëri të kthehesh. Përsëri të kthehesh tek Zoti i gjithësisë. Allahu i lartësuar e pranon robën e tij, edhe nëse ti pra je shkput një farë kohe, kthehu përsëri. Filloje namazin, sepse është puna e parë për cilën do të pyetemi ditën e gjykimit. Është lidhja jonë me Krijuesin e gjithësisë. Filloje dhe mos ju bind shejtanit. Këtë ndjenjen që nuk ke guxim, shejtani mundohet që të ta bëj fakt të kryer, pra që ti mos fillosh namazin. Mos ju bind. Ruje lidhjen me Zotin e gjithësisë. A e do xhenetin? Kush i fal 5 vaktet i premtohet xheneti. Ktheu tek Zoti i gjithësisë, se Allahu është falës e pranon robën.